Brenda këtij konteksti, edhe pse dashta me kalu te niveli lokal, po qëndrojmë veç edhe pak në pjesën e decentralizimit në raport me komunat me shumicë serbe. E thatë që është bo ky farë kompromisi që me i akomodu interesat e komunitetit serb në Kosovë, po në anën tjetër sot e kemi një kushtimisht po thonë një farë paralelizmi, një farë sistemi paralel ku po thuj se edhe në një hulumtim që e ka realizu e teja para 2 vitesh, në një prej komunave me shumicë serbe në Rani Luk, për shembull kemi marrë informata që s'ka kur farë komunikimi mes nivelit qendror dhe nivelit lokal. Ata operojnë krejtësisht në mënyrë të pavarur. Këto e dim që janë edhe kurikula që vijnë prej Serbisë, edhe tekstet shkollore, po në anën tjetër me ligj, Ministria e Arsimit ka të drejtë me bëni farë verifikimi para prak të këtyre materialeve. Grupi punuesi përbashkë. A grup punuesi përbashkë, i cili nuk ekziston. Ata nuk i kanë dërguar përfaqësuesit. Okay. Kështu, 2002-2004 ka qenë ministër Recep Osmani, unë kam pas blank, letër të bardhë, që shme thonë, leje me ba çmos që me ndihmu zhvillimin e arsimit në vendet ku ka qenë komunitetet. Ministri më ka thonë, Xhavi, çka të mundesh me ba për ta bënë? Edhe unë mendoj se kjo duhet jetë politika edhe sot. Fëmijët nuk janë armiq. Po. Fëmijët nuk janë kundërshtar. Fëmijët janë krijesa që duhen mu zhvillu. Na duhet për lidhur me arsimin në Kosovë. Nëse mundemi me zbatu ligjin, me zbatu mirë për në kuptimin që nëse cilësia arsimit në Rani Lug nuk është i mirë, çka mundet me bë pushtetit i qendror që të bëhet i mirë ai arsim? Nëse ata dojnë me lanë që shtash pare, punën e inteligjencës, punën e zhvillimit të fëmijëve, fëmijët e vetë keq, le t'i mbajnë keq. Por ne duhet ata fëmijë të Kosovës, sikur se këta fëmijë tjerë, na duhet me qenë të hapur, jo me politizu relacionin, jo me imponu shtet në fushën e arsimit, jo në fushën e arsimit, gjithkund tjetër bën, jo në fushën e arsimit, po ofro bashkëpunim për zhvillimin e fëmijëve. Unë në atë kohë, me këtë qasje, dikun kam pas sukses, në Gorë, në Dragash nuk kam pas sukses hiç në Shtërpce, kemi pas ka pak sukses, në komuna tjera, qëtora një lugat, bavonjën bokta, por njëherë kanë qenë veç fshatra, kem pas nga pak sukses, edhe nuk kemi shty me zërë. Në çfarë konteksti sukses? Po, bashkëpunim. Ka pas komunikim për trajnimin e mësimdhënësve, për programe ndryshme trajnimi, me marrë pjesë ata bashkë me mësuesat tanë në programet e këtyre agjencive ndërkombëtare që i kemi pasur kështu, me i pa ku janë probleme, çka mundem me bën që nëse tekstet nuk i mertonat, po çka mundem me bën që arsimtari me ditë me zbatu atë tekst më mirë ose të tjera sa në tilla. Çka kemi mendoj se është qasje ma e duhur ajo. Politizimi në arsim nuk është i beqëm. Na e kemë provu. Serbia e ka politizu arsimin kundër shqiptarve, çka ka mbri? Kundër efekt. S'ka mbri kur gja hiq, e ja kanë zi vetës ftyren, na e kemi mbajt arsimin me vështirësi, me humbje, me dëme, po e kemi mbajt arsimin, nuk ish dasht na me ba qa ka bat atjerë, na ish dasht me qenë ma të mirë. Po për tekstit shkollore, profesor, se unë e pajtoj plotësisht me qëndrimin e juj në këtë aspekt, por sot një fëmijë i Kosovës, i komunitetit serb, mëson që Kosova është pjesë e Serbisë, mëson një realitet që nuk është realitet në fakt. E kuptojete. Po njëjta që mendoj që nuk i kontribon mandej paqes, të paktën po them për territorin në Kosovë. Prap duhet mu nis prej fëmisë. Prap nuk është në interesin e fëmisë që me mësuaj qashtu. Prap duhet me thonë që kjo e dëmton fëmin tuj. Prap duhet me thonë që duhet me heq këto për fëmin tuj, jo për mu, jo për shtetin tem. Fëmija ngarkohet me gjana tilla, fëmija dëmtohet, fëmija nuk integrohet në shoqërinë kosovare, në shoqërinë serbe i thonë Kosovac. Edhe atje ka problem me u integru. Tjetër, ka teori që thonë se një person që nuk ka të zhvillum, një fëmijë i vogël, që nuk ka zhvillum identitetin e mirëfillt kombëtar, jo me sajesa, po identitet mirëfillt, nuk ka mundësi me u integru, as kosovare, as shoqërinë serbe. Do më thënë, këtë kuptim, ajo është dam i fëmis.
para se shtetit kosovar. Fëmia dëmtohet. Në këtë kuptim duhet mu trajtu këto tekste. Edhe unë e vërtet kisha bo jo zullum, po kisha bo veprime që kishin shku ka ajo që këto tekste për hir të fëmijëve tyre të rishikohen, të shqyrtohen. Edhe me ndërmjetësim ndërkombëtar të tjerë, po edhe të shqiptarët. Çka do që janë sajesa, ngarkesa, vrasje, ato e dëmtojnë fëmijën, zhvillimin normal të fëmijës. Edhe për jam kundër tyne, jam kundër atyne teksteve. Unë nuk jam kundër mësimit të fëmijëve në gjuhën e tyre, pa ato tekste janë dapshme. Kurikula e cila e mëson një fëmijë me qenë kundër të tjerëve, jetu e përgatit një izolim. Një njeri të izoluar, nuk jetu i bë kur gjë mirë atij. Jetu realizu do interesat një personi i cili nuk e din çka është arsimi. Edhe kundër tyre jam. Edhe mendoj se duhet me qenë, edhe shteti i Kosovës duhet me qenë kundër kurikulave që dëmtojnë fëmijën. Po për shkak të fëmisë, jo për shkak të shtetit edhe një forcë që me lujt na bëjmë kështu e kështu aty. S'duhet me bëhet.